ne jemi koordinu që bashkarisht ta bojmë një protestë në Shkup në muajin dhjetor. Kjo ka qenë sot takimi jonë me kryetarin e partisë apo me komandantin që patëm një takim, që ne morëm vesh u dakordum që në muajin dhjetor, para datës 22 dhjetor, mbahet protesta në Shkup me vëllezërit tonë atje. Kjo është protesta e gjatë me rrallës, e cila mbahet. Ne kemi marrë si obligim, apo kemi marrë si obligim detyrim joni nga Këshilli Drejtues dhe nga Kryqëzia e Ngushtë, që ta mbajmë këtë protesta në Prishtinë, Tiranë, Den Haag, Strasburg, dhe protesta përmbyllëse është në Maqedoni, pikërisht në Shkupin e shqiptarëve. Ne në vazhdimsi kemi shpreh shqetësimet tona për padrejtësitë që i bëhen ushtrisë shqiptare të Kosovës, për vepra të pabëra të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, si që tha kryetari si ju, të demonstrata janë mbajtur në të gjitha hapësirat, si në vend ashtu edhe jashtë vendit, një obligim moral e kanë edhe shqiptarët, pjesëtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës në Maqedoni, të cilët kanë marrë pjesë në luftën e Kosovës, e kanë një obligim moral e kombëtar, edhe ushtria, pjesëtarët e ushtrisë qlirimtare kombëtare, për të shprehur pakënaqësinë dhe për të demonstruar pafajësinë e bashkëluftëtarëve tanë për detajet do të njoftohet opinioni, do bashkëbisedohen me Këshillin organizativ këtu, si dhe me Këshillin organizativ që do të funksionoj për organizimin e protestës në Shkup. Kjo është një çështje paksa delikate dhe do jemi të kujdesshëm në këto lëvizje, sepse ne nuk kemi të dhëna prej institucioneve, se kush mund të jenë të ndjekur nga denoncimet që i bën Beogradi. Kështu që kjo do të jetë një çështje që do të bisedohet në mes të Këshillit organizativ këtu edhe në Shkup. Unë besoj si protesta në Shkupin e shqiptarëve do të jetë shumë e madhe, do të jetë shumë masive. Do të vinë nga Kosova, edhe nga Shqipëria, edhe nga vice tjera shqiptare. Mirë tha edhe Zoti Ahmeti, ne do të hulumtojmë gjitha rastet, ato ku mund të jem. Nuk besoj si do të ketë arrestime për neve, ku do të jem prezente vetë ato, kështu që nuk besoj si do të ketë arrestime. Unë besoj si shteti i Maqedon këtë radhë po të nuk do të ngon Serbinë, edhe pse Serbia dominon shumë ato, është e vërtet, edhe pse Serbia ka çufje të arreste për shumë shqiptarë nëpër Interpol. Unë isha në Francë, isha në Zvicër, isha në Hollandi, isha shumë shtete tash të Evropës me shokët e mi, nuk kam pas problem, kështu që nuk besoj si do të kem problem. Po ne do të jemi të kujdesshëm shumë, ato ku mendojmë ne. Ne do të bëjmë apel, ata njerëz që ndin veten një të sigurt, mos të vinë, po qytetarët do të ketë shumë nga Kosova. Nuk them që nëse do të ketë sikur në Tiranë, mbi 82 autobusë kanë qenë edhe 3214 kera që kemi marrë gjitha pe doganës, tyrat që kanë hyrë kanë dalë atje në Shqipëri, kështu që besoj në masifikë do të ketë shumë shqiptarë nga vicet ndryshme, nga Molizi, nga gjitha vicësh, është protestë përmbyllëse që thashë më herë. Këtu ne kemi Shkupi shqiptarë do të jetë ai i cili do t'i pret mira shqiptarë apo shumë shqiptarë që do shkojmë atje në Shkup. Unë kam thënë më herët,
investitar do të jetë bombe për gjykatën speciale, dhe besoj dje keni përcjellë par dje ju deklaratat e tina. I vetmi një që ka thonë ushtria shqiptare e Kosovës është kriminale, është kriminali i Ballkanit Miloševići, dhe nuk besoj që dikush tjetër mund të thotë ato që ka thonë Miloševići. Preshtim prokurorët e gjykatës speciale, të cilët pretendojnë gjithmonë thojë ato thonë që ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë krime, që është e pavërtet, është një gënjeshtër e madh për një njeri të çmendur, këto kam thonë në Strasburg të Francës. Me generalin Clark unë kam patur takim para 2 vitesh, ma ka rrëfyer takimin me Miloševićin, se lërani ne i rregullojmë shqiptarët, thot, po e citoj që ai ka thonë Miloševići, thot, si do rregulloni problemin me shqiptarët. Do i vrasim që të gjithë, ashtu si që kemi vra në të gjitha kohrat. Por dje në tribunal më rënqith trupi kur ndëgjova që ja thotë edhe tribunalit generali Clark. Në thotë që e citon Miloševićin. A ka dëshmi më të madhe se sa kjo? Kur vetë presidenti i shtetit pohon përpara generalit të NATO-s se ne do i vrasim të gjithë shqiptarët. Generali Clark bëri deklarata vërtet në mbrojtje jo vetëm të çlirimtarëve tanë, po të gjithë çlirimtarëve të cilët luftojnë për liri e pavarësi.